Ilona mbërriti, arriti të vinte në pjesë të dytë të paktën jemi bashkë. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjej gjithëve. Ndjenja e fajt është ajo për të cilën e folëm edhe më herët dhe me sa duket është prezente thuajse të gjithë prindrit. Ndoshta ty profesioni mund të ketë penalizuar pak për të qenë prezent te fëmijët? Në shumicën e rasteve po. Unë e kam të është dashur ndoshta dhe të udhëtosh, kam përshtypjen. Patjetër, përveç profesionit që kemi dhe ndjenja e bukur e nënës, më është dashur të udhtoj shumë jashtë edhe ta lë çunin vetëm, jam ndjerë shumë fajtore, në shumicën e rasteve jam ndjerë shumë fajtore, kur e lija vetëm. Nuk e përqafoja, nuk i jepja atë satisfaksionin e duhur, edhe më duhej gjithmonë të ndjesha shumë fajtore për këtë pjesë. Por e kam kaluar, se ai tani është bërë i madh, studion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është në profesionin tim, pothuajse, dhe ndjem krenare për këtë gjë, po prap, ndjenja e fajit, duke qenë... Ka ndryshuar forma e ndjenjës së fajit. Ka ndryshuar, por unë e ndjej akoma atë, sepse nuk e kam parë duke u rritur tamam si kam dashur unë si nën. Se kam lënë gjithmonë me prindrit e mi, edhe ikja gjithmonë koncerte jashtë, ndizeshin ato dritat e koncerteve, zemra ime ishte bosh. Se thosh, a ka ngrënë, a ka pirë, a shtërëzuar, a zhvrar, a jam unë aty ta përqafoj. Gjithmonë kam qenë shumë edhe kjo më ka vrarë shumë. Gjatë kësaj kohe, kur ke menduar ky profesion nuk po më lë të prindëroj si duhet, a e ke çuar ndoshta ndërmend edhe ta lë fare? Si punë, ca kohë, absolutisht jo, sepse muzikën e kam të lidhur me shpirtin tim dhe nuk jetoj dot pa muzikë. Kështu që nuk e ke vetë sakrifikuar këtë pjesë shumë të shtrenjtë? Të them të drejtën, më thënë, i kam pasur të dyja paralele dhe mundesha ta bëja edhe këtë, edhe ato. Po ja kam dalë më së miri. Balancën e ke patur të lehtë për ta vendosur edhe prej ndihmës së prindërve, se është ajo aty ku falemi të gjithë kur kemi situatë zgjidhje tjetër. Patjetër. Do t'i bien prindërve më qafë edhe na ndihmojnë ata. Është një farë mënyre për t'ia dalë, sepse dashuria e prindrit gjithmonë na ka bërë për vete dhe detyrimisht e ka ta do përplasem, më s'kemi ku do vemi. Lena, po e paragjykuar, je ndjerë në base nga rrethi yt që shikoj, Lena, gjatë gjithë kohës në koncerte, duke udhëtuar, por për fëmijën e mbajnë prindërit, ka pas momente që të kanë peshuar këto? Të them të drejtën, do me thonë, jo, jam munduar të dalë, do shta dhe nga vetja ime, jam munduar të dalë nga vetja ime, shpesher, e i thosha, se mami ma kam bajt shpesh, që të vogël, e kam lënë që të vogël fare, dhe prandaj dhe ndjem shumë fajtore. Mami mundesha tërkohës, i thosha, a është mirë, a s'është mirë, e merja tërkohës në telefon, me thoshte gjithmonë, Lona, do të lutem shumë. Edhe nëse është se murë nuk ta them asë një herë atë ndjesi që ti të ndjesh keq. Kështu që mos u lodh me telefonata, me gjëra të tilla, kështu që edhe kur është mirë dhe kur është keq, unë ty s'të them. Kështu që mos u lodh fare, vazhdo koncertet e tua. Po do ta menaxhoj. Me kjo ka qenë ajo që. Ju pyes pak, Endrit, ke udhëtuar çift pasi e bër prind? Pa fëmijët. Pa fëmijët. Të pakta kanë qenë, por e kemi bërë. Si ka qenë ndjenja e fajt, si për njërin, si për tjetrin? Do doja edhe një krahasim. Ka qenë, janë ca gjëra që nuk të shiten dot ndonjëherë, kur ka qenë djali akoma më i vogël, e lam me temperaturë ndërkohë që biletet ishin prerë, atë mëngjes që ne do niseshim bën një temperaturë shumë të lehtë, por nuk e mendoja që sapo mritëm atje, situata ishte agravuar goxha në temperaturë. Dhe ato 2 ditë që kanë qenë atje, unë kam qenë 24 orë në telefon. Dhe me thënë, ishte pa mundur të shijoje dhe e kam kaluar shumë vonë këtë gjë. Gjithë kohën jam munduar që gjithmonë t'i marrëm pastaj me vete. Edhe kur Elona po fliste, kur i mbajnë vjera, mami, gjyshëri dhe me thënë, të paktën ato momente që është e mira që të merresh. Sepse, me thënë drejtën, kemi parë plot në jetën tonë që kanë gjyshërit ose dikën që kujdeset dado, i shikojmë në për lokale, po as nuk merren prindrit, po është dhe dadoja me vete. Më thënë, është dhe kjo mënyra tjetër e prindërimit ku ti dëshiron të bësh gjatë gjithë kohës e të rish rehat, je i lodhur, profesionit e ka lodhur edhe po merret dikush tjetër me fëmin. Kjo gjëja e egoizmit prindëror, domethënë se po e quajnë në tillë mënyrë se nuk di çfarë termi ti vë,
mendoj që ato pak kohë që neve na lë profesioni dhe jeta e përditshme është e mira që të merrem. Kështu që edhe në të gjitha udhëtimet e bëra më pas, jam munduar që në 3 udhëtime 2 të jenë se s'bën me vete. Hera fundit ishte para 2 javësh që morëm të djalin e madh. Ishte një premtim që i kisha bërë për ditëlindjen që do ta çoja në stadium. Po. Shikonte ndeshjen edhe ai ishte më i lumtur sa më s'ka, pavarësisht që ndjenja fajt për të voglin që është lënë në shtëpi, flisje ndonjëherë kështu pa të parë me kamerë ose për të pyetur se si është, por që kur shikon atë që ke me vete që është lumturi shumë e madhe, është kënaqur, ka bërë më shumë hapa se ne, domethënë shikoje një fëmijë 5 vjeç që të bëj gati 18.000, 19.000 hapa në ditë një lloj si ty dhe nuk thot asnjëherë u lodha, thoshim ne, domethënë ai lumturia e tij pastaj shpërblehet me atë mundin. Ai ka qenë shumë i lumtur, jo vetëm që ka parë ndeshjen e ka bërë udhëtimin, por ka qenë vetëm me ju. E vërë edhe unë me djalin e madh këtë gjë, nëse është një kohë dedikuar vetëm atij, pra të voglin e lëm të gjyshet, ai është më i lumturi në botë, i ka dalë tepër ai vlla. Do të ndodhi dhe inversi. Dhe koha edhe me të dytin. Po pra, sa do thosha, domethënë është problemi që ne gjatë kohës atë quajmë të voglin nuk merr vesh. Domethënë nuk arrin ta kuptojë dhe kënaqet. Kanë dhe karaktere të ndryshme të 2 fëmijët e mi, por që mundohemi që atij të voglit të ikim fshehurazi, edhe të merrem më të madhin. Për shembull, ndjenja e fajt që un kam në këtë moment është që merrem shumë me të madhin. Edhe nuk më del koha për të pasur të voglin. Do thonjë kështu në një mënyrë të heshtur sikur është ndarë. Bashortja merret me të voglin më shumë, ndërsa unë merrem me të madhe me i kujdesem më shumë, aty të jemi lidhur më shumë. Pavarësisht që gjinia mashkullore ka më tepër dëshirë që të lozi, të rrijë, e marr me veten kafe, e marr me veten punë, domethënë e hipin motor, domethënë mundohem të bëj çdo lloj gjëje që ai të ndihet i përfshirë. Ndërsa me të voglin akoma nuk kam arritur ta gjej këtë. Më ngushëllon fakti që të njëjtën moshë kam filluar edhe me të madhin këtë. Pas moshës 3 vjeç po mundohem ndoshta do përfshihet edhe ai. Por e kam ndjenjën e fat që unë nuk e shijoj dot në maksimum. Në mëngjes çoj të voglin, të madhin në fugon, sa ngjitëm si më gjëja parë që merrem me të voglin e shtrydh atë 4-5 minuta që jam atë para se t'i gjej. Sa lë njëri mundohem të bëj atë 5 minutë në tjetrin, po është e pamjaftueshme për në përditshmëri. Mund të kemi diçka tjetër që është një mesazh shumë i rëndësishëm. Në fakt unë e kam praktikuar edhe në mëmsinë time me fëmijët e mi dhe është shumë e rëndësishme. Shpeshherë gjërat e kaluara ne nuk i kthejmë dot mbrapsht. Pra, fëmijët rriten, ne kemi këto ndjesit e fajt, po pse nuk isha aty, pse ngrita zërin, pse humba kontrollin, pra kemi shumë ka këto pse. Dhe gjë e parë është që unë dua t'i drejtojmë edhe prindërve që të dalin para pasqyrës dhe edhe të falin veten e tyre për gjërat që ato kanë bërë në të kaluarën. E dyta që është shumë e rëndësishme është pse jo mos i kërkojmë falje fëmijëve tanë për diçka që nuk ka shkuar mirë. Edhe kjo është një ndër veprimet kaq të fuqishme që ne jo vetëm e bëjmë për t'i dhënë paqe vetes tonë, por gjithashtu ne japim edhe një shembull shumë të fuqishëm tek fëmijët tanë, sepse në momentin kur ata e dëgjojnë nga prindrit që mami të kërkon falje sepse unë kam ngritur zërin, fëmijët do jenë kaq të prirur për të na falur dhe për të rikuperuar marrëdhënien që ata kanë me ne. Pra ato do kenë një new start në marrëdhënien me prindërin. Ka shumë fëmijë sot që e vuajnë faktin që pse mami im më ka bërtitur, pse mami im nuk ka qenë aty për mua, pse. Por nëse ne do të hapim këtë ur komunikimi edhe nëpërmjet faljes, është një ndër veprimet më të fuqishme që ne mund të bëjmë për veten tonë, për familjen tonë edhe për fëmijët tanë. Çuni im nuk pushon se qari, po nuk e kërkovan fal. Domethënë është ka një lloj mënyrë të sjellurit që edhe po nuk e pati e gabim në këndvështrimin tonë që është gabimi aty pse nisi e gjithë situata. Zgjidhja që unë kam gjetur në mënyrë rastësore është që kushdo që i them më fal, pushon edhe ndryshon. Domethënë ai ndihet në thonjza superior, ndihet i falur, ndihet që ai ka pas të drejtë dhe ndryshon totalisht situata dhe humori i tij. Kur zihet me dikë tjetër, më merr mua në telefon, mami më bërtiti, më bëra kjo, i them, "Okej, Manxhel që më kërkoj falje", ndryshon totalisht situata. Pret vetëm atë më fal. Domethënë nuk e di çfarë ndodh në trupin e tij. Nuk e di çfarë ndodh në trupin e tij, por manipulimi kur janë të vegjël. Imagjino djalin që është 20 vjeçar dhe kërkon akoma një motor. Unë ndjej veten akoma shumë, domethënë, jo fajtore në maksimum, sepse
Ko ai kanë tani mosha shkon, do ta kisha bërë pak mere, po ai ja vazhdon akoma, kur më merr akoma në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ma, duke i rënë pianos. Po ma bë një motër se ngela duke mbar karrocat e botës e duke i përqafuar fëmijët. Edhe nuk do djali ose i merr pasurinë e do motër. Po dhe motër Tani për 3-4 vjet mund ta bësh ti dhe ta mbaj fare mirë me amin, kështu që. Por që prapë ndjen fajtore sepse e kam lënë vetëm. E kam lënë vetëm, ta kisha bërë një motër dhe isha një faje për jetë. Po për këtë doja të flisja, do me thënë që ndjej vetëm fajtore në maksimum dhe këtë do ta kem peng për të rjetën, si bëra një motër të vogël. Po, e paka shumë të kuptoj, sepse është një mangësi që atë nuk është se do i plotësohet në ndonjë moment, por shiko, e rëndësishme është që t'jeni të gjithë mirë me shëndet dhe ai i pari. Ajo është shumë e rëndësishme. Dhe jeta atë do ta plotësoj me shumë gjëra të tjera. Ajo është shumë e rëndësishme, por po sa mirë kur i bie pianos, domethënë kujtohet. I bie pianos edhe kujtohet her pas here me ato meloditë e bukura. Si se kam një motër aty, do ta kisha mësuar notat në vija, në fusha, do isha. Po dhe ne që kemi dy, më beso vion një hap tjetër të tipit goca ime. Për shumë që do të unë dua një motër. Okej, e kuptoj atë, po mangësia... Unë dua një motër. E kuptoj, po mangësia e të shunit vetëm, do të thotë që unë jam vetëm dhe nuk kam me këta qënjall, me këta flas një fjalë dhe detyrimisht që nëse pas nesër e ke nevojë një mbështetje ku të flasësh. Prindërit me sa duket e vuajnë kur dhe fëmijët i vënë parapritshmërisë. Pra kur fëmija të thotë se ke bërë këtë, ta evidenton, aty me sa duket përvalon dhe kjo ndjenja jo e mirë, po, që e kanë kuptuar dhe ato që diçka ka munguar, qoftë vëmendja, qoftë mbase dana ekonomike, qoftë një kukull më pak, një veshje më pak, kur ata dhe fëmija arrin ta kuptojë dhe prindrin në mënyrë që pjesa e profesionit, duke pat parasysh që e kupton prindri nëse është doktor, nëse është profesor, nëse është akoma më tepër unë që e kam profesionin këngëtare, i bie që të mbaroj koncertin në 4 të mëngjesit dhe të nisem 6 të mëngjesit, ndërkohë që ai ngrihet në gjumi dhe shkon në shkollë, dhe nuk arri akoma, do të thënë ta kuptoj si shritur ai pa përqafimet e mia. Do të thënë kjo është ndjenja e fajit që unë e mbaj ose thuajve se unë përzitem nga njëri e pikoj atë lotin, po për mos të më parë fshihim kështu shehura. Janë plotësuar me siguri nga nëna plot emocione të bukura. Pavarësisht se mamat nuk janë të zëvendësueshme, jam e bindur që edhe ti je në një mendje me mua, po mendoj që ti ke bërë gjithë këtë sakrificë për të mirën. Është e vërtet. E fortë është kjo, në fakt, kur e mendon, ti sakrifikon maksimumin tënd për më të mirën.